Ky është fleshi informativ i orës 10 këtu në radio stacionin online. Organizata Freedom House ka publikuar raportin e lirisë për vitin 2014 duke vërejtur se gjendja e lirisë në mbar botën ka pasur rënje për të nëntin vit me radhë. Veçanërisht për Shqipërinë dhe Kosovën, theksohet se këto vende janë ende të përfshira në kategorinë e atyre me liri të pjesshme. Ndërkohë për Kosovën është shënuar një përparim duke u konsideruar për herë të parë mes vendeve me demokraci elektorale. Sa i përket Shqipërisë, në raport thuhet se Shqipëria siguroi në vitin 2014 statusin e vendit kandidat për BE, ndërkohë që reformat e ndërmarra janë sërish në kaun e duhur, por që mbeten në fazat e para dhe duhet kohë për t'u ndjekur. Policia e Fierit ka arrestuar 3 shtetas gjatë së martës në mbrëmje në kuadër të operacionit Red Oil. Sipas njoftimit për shtyp të drejtorisë së policisë së qarkut të Fierit, është bërë i mundur arrestimi i shtetasve Agron Prifti 53 vjeç dhe Artan Koni 44 vjeç. Të dy këta banues në fshatin Marinës të Fierit, si dhe Vasil Brdillës 51 vjeç banues në fshatin Celigrat të Fierit. Këta shtetës, të cilët ishin me detyrë roje pranë kompanisë Pistika, dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë vjedhur një sasi nafte prej 2500 litrash pronë e kompanisë Bankers. Turqia u përball të martë me kritika të ashpra në një shqyrtim të Kombeve të Bashkuara të gjendjes së të drejtave të njerëzit, ku diplomatë dënuan kërcënimet e gazetarëve dhe reagimin e policisë ndaj demonstruesve. Megjithatë, përfaqësuesit e Turqisë deklaruan se vendi i tyre kishte bërë përparime të mëdha mbi të drejtat e njerëzit dhe lirinë e shprehjes, ndërsa për mbajtjen e tubimeve Buelen Tarinc, zëvendës kryeministri i Turqisë, tha se ato janë të domosdoshme si pjesë e rendit demokratik të vendit. Ai pranoi se ka pasur gazetarë të ndaluar, por këmbëgur se paraburgimi i tyre nuk ishte i lidhur me veprimtarinë tyre gazetareske. 2 ditë pas ardhes në fuqi të radikalëve të majt dhe krijimit për herë të parë të një ministrie të emigracionit, ministre e plotësuese e këtij dikasteri, Tasia Christodopoulou, ka përsëritur premtimin e kësaj force politike për të dhënë në shtetësi gjithë brezit të dy të emigrantëve apo fëmijëve të tyre të lindur në Greqi, por edhe ata atyre që kanë ardhur në moshë të vogël me familjet e tyre. Ajo ka theksuar se duhet të mbyllen një herë për gjithmonë qendrat ku mbahen emigrantët nga zonat e nxehta të lindjes së mesme, të cilat i konsiderohen si kampe përqendrimi pasi ka mungesë kushtesh të përshtatshme, siç parashikon legjislatura ndërkombëtare për pritjen e trajtimin e emigrantëve të paligjshëm. Ky është flesh informativ i orës 10 këtu në radio stacionin online.